O Allah, falëm me faljen prej teje që i përket madhrisë tënde. Mëshirom me mëshirën tënde, nga se prej emrave të tu, o Allah, është Ar-Rahman, Ar-Rahim, mëshirues dhe mëshirbërës. Andaj, për shkak të kësaj, unë jam duke e pritë mëshirën tënde. Amo sa i përket punëve të mia, unë e di se nuk jam meritor. Sa i përket veprave të mia, angazhimit tim dhe përpjekjes time, vallahi gjithë ne jemi të vetëdijshëm se angazhimi jon dhe puna jon për të arritur faljen dhe mëshirën e Allahut dhe xhenetin e Allahut janë të mangëta o vëllezër. Për këtë arsye pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na e ka bërë me dije se asnjëri prej neve nuk do të hyjë në xhenetin e Allahut me punët tona dhe veprat tona. I thanë wala ente ya Rasulullah, as ti o i dërguari i Allahut, tha as unë vetëm qofse Allahu më mbështjell me rahmetin dhe mëshirën e tij. Andaj ta lutim Allahun xhallahu ala që Allahu ta mëshiroj dobësinë tonë, mangësitë e veprave tona. Punët tona janë të mangëta vëllezër. Veprat tona janë të mangëta sa i përket madhrisë Allahu xhallahu ala. Andaj sado që të mundohemi ne, nuk mund realisht ne ta madhrojmë Allahun xhallahu ala. Nuk mund ne realisht ta meritojmë faljen dhe mëshirën e Allahut me punët tona. Po të paktën të shtojmë duat, të shtojmë lutjet tona, të mos mbështetemi në adhurimin ton, të mos mbështetemi në punët tona dhe në veprat tona, cilat vepra vallahi janë shumë të vogla në krahasim me veprat e sahabëve.